Problemi është se nëse ata po ankohen që s'ka dhënë dorëheqje, atëherë unë besoj që dorëheqja është dashur më dhonë momentin kur janë certifikuar rezultatet. Sa ato është fitu, është legjitimu që ka marrë mandatin e deputetit. Ajo është koha në fakt edhe ligj parashihet. Tash kur thotë që po lexoja tash statusin edhe te zoti Davdigjiku i thotë që po të citoj, nesër sërish përfaqësuesit tanë do të kërkojnë dorëheqjen e të gjithë atyre që me zër duan të marrin dy. Po dishta edhe një herë po përsëris. Kjo bën që po paralajmëron që mund ta njekin të njëjtën rrugë sikur herën e kaluame. Çka nëse na u përsëritet e njëjta situatë? Ose çka nëse përsëritet e njëjta situatë? Kush e bën përgjegjësinë për gabimin që e bën para 48 orëve? Prandaj tash kemi hyrë në çorrsokak që politikisht për mendimin tim dikujt duhet i kushtoj kjo. Nëse nesër kjo seancë vazhdohet, pra, votohet ajo përbërja ati komisionit respektivisht, sa tu ndalë, apo, unalte komisioni për mandate dhe si quhet. Për verifikimin e mandate dhe quorum. Dhe atu ndalë. Tash nëse nesër votohet ai komision dhe ecë procedura, e dhonë betimin deputet, atëherë falë kush ishte fajtori që 48 orë më herët nuk ndodhi. Po i bjen që patën parti tjera cilët e bllokun pa mënyrë pa drejtë. Kjo është e rregulluar me rregullorën e parlamentit, janë para pami këto. Çdo 48 orë, nuk do të thotë vetëm nesër 48 orë, por nesër nuk konstituohet në 48 orë. Kemi pastaj edhe 48 orë të tjera. Vazhdimisht. Do të thonë se është një seancë. Deri kur? Është një seancë derisa zgjedhet në organet e parlamentit.